Finalja Europa League. Manchester United, Tottenham Hotspur. Kush ka pritur edhe këta? Dorën në zemër dy ekipe që janë në vend 16, 17. S'dia ka ndodhur njerëz s'besoj. Mendoj që një arsye është që kjo dëshmohet që Anglia është prapë në nivel të lartë, edhe pse dy klube që janë pak të mëdha me histori, po kanë dështu. Në anën tjetër United është ekipi vetëm në Evropë, nga gara Europiane që s'ka psu humbje. Kjo është sa çudi edhe pak i far adin me menu ç'është ndodhi që s'hupi. Mendoj që është finale e ngushtë, jo domosdoshmë ka më pas rëndësi kualifikimin Champions League sa ka më pas rëndësi edhe fitimi në gara Europiane, Tottenham s'ka fituar prej Tottenitës, Unitedi ka fituar në 2017, por prapë i vjen një trofe për këtë sezon dopt. Unë kisha pas qef Tottenhami për arsyeën që Postecoglou trajneri mendoj që e meriton sepse ka pas shumë presion, ndoshta edhe me drejt. Edhe arsyeja tjetër pse kam qef është sepse Unitedi nuk mendoj që meriton trofe hiç beqtar, është katastrofë. Çfarë thotë Vizar? ça me thonë në vendet e fundit në Premier League, finale në Europa League, dyqysh s'po përputhet hiç. S'ka ndodhur. S'ka ndodhur kur në histori. Po unë mendoj që favorit këtë takim ka më këtë të nejme. Po dyqysh është problema me thonë kush është favorit kur dyat po hupin njëjtë, apo për shembull, dyat po hupin ligë si për një, po hupin vendas, po hupin mysafir. Na shtat tash s'kan vullnet, prap po vullneti është e Tottenhami, sepse s'ka fituar trofe europian prej Tottenitës, ka fituar trofe normal prej 2008-s, Carling Cup që ka qenë atëherë, jo Carabao Cup. Mendoj që ka më shumë vullnet, po kuptohet. Po dhe vullneti është e Ruben Amorim, që synon me fitu trofejën e parë me Manchesterin. Po bre, po ai tha që edhe nëse fiton trofe prap ka probleme të mëdha. Mendoj që Tottenhami nuk dihet a shton trajnerin me këtë trofe, po prap nëse fiton një trofe, domethënë ka pas trajnerë të mëdhaj si Conte, Mourinho, kanë qenë pastaj Nuno Espirito Santo, Pochettino, asnjë më pejtunes ka pru trofetë Tottenhami prej kohës Harry Redknapp, me ardhur një australian, grek-australian, Postecoglou më fitu Europa League-n, që ka qenë trofeu i parë që ka pas në Tottenhami në Evropë. Kjo është më qenë diçka e madhe. Është gjenerata ndoshta fundit për Son e për disa tjerë, tash po të paradoksin me Harry Kane, sa i la Tottenhamin në fitu këtë diçka në Evropë, po vaj fitoi diçka. Unë jam për Tottenhamin, edhe mendoj që ka më shumë vullnet, mendoj që ka më shumë ngushtë, diku 1-0, edhe në fakt Tottenhami kanë poshtë Manchesterin në ligë 3-4 herë të fundit, kështu që aty. Kështu që domethënë cila do të fiton e shton sezonin kushtimisht, cila do të hub, unë më thonë që sezoni më i dopt në histori. Me fitoren e këtyre domethënë 6 ekipet të Premier League shkojnë në Champions League. Pak, ja, po dihet që 6 shkojnë gjithçysh, po tash cila e meriton, pra po them Tottenhami s'ka fitu trofe, që s'e mësu me pa. Në anën tjetër, cila do që shkon, ka më shumë Champions League, me qëtë formë që shkon, mendoj që buon hor, po kuptohet, ndrojnë cena gjatë verës, ndrojnë cena gjatë transfereve të reja, pra ka ditja sezonit, Amorimi merr klubin për herë të parë prej verës, kështu që ngushtë ka më shku. Unë po them 1-0 Tottenham. Edhe unë mendoj që Tottenham, po me rezultat s'e di sa më thonë. Ama meqet finale i kisha propozuar UEFA-s me ndru qët ligj. Nëse si jetë pak të në top 5 në ligë, edhe nëse fiton kupën Europa League, për që ty ku je, me shku në Liga Kampiones, sofer Allah. Kjo e thot këta që veç që unë tifoz i Chelsea. Kisha thonë veç unë, kishin pa thonë edhe të tjerë. Manuel Petit kish pa thonë, Wenger kish pa thonë, kështu që shohim çfarë po bën UEFA me këtë sen.